Salam aleikum, thot nëse nuk e dim duan e kunutit, a mund të lutemi shqip dhe a mund të lutemi për çka të duam? Aleikum salam rahmetullahi wa barakatuhu. Allahu ta pranoft namazin e vitrit edhe namazet tjera. Neve normal orientojmë, këshillojmë që besimtari mos më bëjë demel gjithmonë me lyp zaventësim, po me e thonë atë që ka thonë apo që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Por deri ta mësosh duan e kunutit, për ty që se din, ose është një person i vjetër që s'mund me mësu, atër ka alternativa deri ta mëson thashiriu ose plaku, s'ka problem. Në momentin që vjen koha e duas kunutit, atër zavendësoj me diçka tjetër, mund të zavendësosh me Allahumma rabbena atina fid dunya. Pastaj edhe të lutesh shqip, po edhe nëse din duan e kunutit, mas ta kryen duan e kunutit ban me bë dua shqip, edhe ti që e din, edhe ai që se din. Çka dush luto Allahut azza wa jall. Edhe ti që se ke mësaj ka daldale deri ta mëson zavendësoj Allahumma rabbena atina fid dunya, ose vetëm shqip ban dua vetëm shqip, nuk ka kur far problemi. Allahu është i mëshirshëm edhe i kalon të gjitha dyert çel për besimtarët. Selam.